Në fshatin Lundër të Tiranës ka nisur pastrimi një prej zonave më problematike të mbushura me automjete dhe motomjetet bllokuara prej vitesh. Autoritetet synojnë lirimin e hapësirave publike dhe kthimin e tyre në funksion të komunitetit. Ministri i Punëve të Brendshme Besford Lamallari inspektoi nga afër aksionin duke cilësuar Lundrën si pikën më të madhe të grumbullimit të mjeteve të konfiskuara. Jemi në Lundër në pikën më të madhe të grumbullimit të mjeteve dhe automjeteve të ndryshme të konfiskuara ndër vite me vendim administrativ. Sipas tij, vetëm nga kjo do të përfitohet vlera financiare mbi 2500 mjeteve, ndërsa hapësira e liruar arrin në 9.5 hektar. Dhe për më tepër duke përdorur vlerën e përfituar financiare nga plot 2253 automjete të cilat lirohen nga këto hapësira. Operacioni nuk kufizohet vetëm në Lundër, por po zhvillohet në shkallë vendi. Aktualisht në Shqipëri 24 pika grumbullimi me rreth 15.000 automjete dhe motomjete të konfiskuara. Për më tepër, ky operacion vijon në shkallë kombëtare. Autoritetet theksojnë se procesi do të vijojë deri në pastrimin e plotë të gjitha zonave të zëna me mjete të braktisura, duke sjellë përfitime si për qytetarët ashtu dhe për institucionet publike.